Komisioni i ankimimeve dhe sanksioneve ka marrë vendim për rinumërimin e kutive të votimit në qarqet e Tiranës dhe Fierit, pas ankesave të koalicionit Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore lidhur me zgjedhjet e 11 maj 2025. Në mbledhjen e KAS u vendos të hapen dhe të rivlerësohen rreth 1282 kuti votimi në Tiranë, përfshirë edhe ato me vota nga diaspora. Për shkak të volumit të madh ende nuk është përcaktuar data për nisjen e procesit që pritet të zgjasë. Ky rinumërim u kërkua konkretisht nga dy anëtarët e KAS, Elvis Çela dhe Ledio Braho, të propozuar nga opozita, të cilët bazuar në kodin zgjedhor kërkuan verifikimin e votave në qarkun e Tiranës, duke përfshirë edhe 16.788 vota të pavlefshme, të cilat Partia Demokratike shpreson t'i kthejë në vota në favor të saj për t'i fituar mandatin e 14, duke hequr kështu partisë mundësia një prej mandateve që aktualisht kanë në këtë qark, përveç sfidës mes Berishës dhe Agron Shehejt për një mandat. Rinumërimi do të prek edhe kandidatët e tjerë nga të gjitha partitë, veçanërisht në garat ku diferencat ishin shumë të ngushta. Një shembull është gara me Selir Ali Mehmeti dhe Jorida Tobakut, ku Ali Mehmeti shpreson të përmbys diferencën prej 2400 votash. Procesi do të përfshijë gjithashtu edhe disa socialistë që kanë humbur me diferenca të vogla, si Xhemal Qefalia, që është 500 vota pas Ornaldo Rakipit, dhe Blerina Gjulameti, që humbi me vetëm 140 vota ndaj Olta Xhaçkës. Përveç Tiranës, KAS vendosi edhe rinumërimin e 587 kutive në qarkun e Fierit për të gjitha votat e kandidatëve dhe partive. Po ashtu në qarkun e Dibrës do të hapen 44 kuti vetëm për verifikimin e votave preferenciale mes kandidatëve. Ky proces pritet të sjellë ndryshime në rezultatet finale dhe të përcaktojë me saktësi deputetët që do të përfaqësojnë këto qarqe në parlament.